Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave, më konkretisht në playlistën me temave të lëndës El Qawaid El Fiqhiyya, do të thënë bazave legjislative, shpjegimit të tyre. Kemi zhvilluar deri tani hyrjen që ka bërë autori dhe në vazhdim të hyrjes thot: Salihu ilm El Qawaid El Fiqhiyya wa qawaid wa takhrijiha. Thot mirësia e diturisë së bazave legjislative dhe bazat e përfitimit të saj. El Mawsu'a, enciklopedia. Ky është titulli i temës si pjesë përbërëse të hyrjes që ka bërë autori. Ta'udu silati bi hadha al-ilm al-jalil ila qaribin min 20 sana أي سنة 400 بعد الألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. Lidhja ime me këtë shkencë fisnike kthehet rreth 20 vjet më parë, pra ka nisur rreth 20 vjet më parë. Pra në vitin 401 pas mijëvjeçarit nga hijreti të dërguarit të zgjedhur, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. Idh iqtaraha qismu usul al-fiqh في كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالرياض تدريس هذا العلم للطلاب الكلية، وأسند إلي وضع منهج هذا العلم وتدريسه. Në atë kohë, Departamenti i Bazave të Jurisprudencës në Fakultetin e Sheriatit, pjesë e Universitetit Islamik Imam Muhammed ibn Suud në Riyadh, pra Riyadh ish kryeqyteti i Arabisë Saudite, propozoi që kjo shkencë të mësoj studentëve të fakultetit. Pra i ka propozuar autorit një gjë të tillë dhe kjo e ka bërë të detyrueshme për të që të hyjë me një studim me themel gjithë kësaj shkence në mënyrë gjithëpërfshirëse. Mua mu besua hartimi i programit mësimor të kësaj disipline dhe ligjërimi i saj. وبهذا كانت كلية الشريعة هذه أسبق الكليات الشرعية لتقرير هذا العلم باعتباره مقررا دراسيا لطلابها. Në këtë mënyrë, ky fakulteti i sheriatit u bë institucioni i parë ndër fakultetet juridike islame që e vendosi këtë shkencë si lëndë mësimore të rregullt për studentët e tij. إذ إن ما سبقها من كليات الشريعة في العالم الإسلامي ما اعتنوا بهذا العلم ولم يقرروه على الطلاب إلا في بعض أقسام الدراسات العليا. Kjo sepse fakultetet e tjera të sheriatit në botën islame para tij nuk i kishin kushtuar kujdes kësaj disipline dhe as nuk e kishin përfshirë në programet e studimit për studentët, përveç se në disa degë të studimeve pas universitare, studime të cilat në vetvete përfshin magjistraturën dhe doktoraturën si nivele shkencore. مع أن إحدى مدارس مكة المكرمة وهي المدرسة الصولتية كان يدرس لطلابها القواعد التي صدر بها الإمام السيوطي كتابه الأشباه والنظائر. Megjithatë, një nga shkollat e Mekës së nderuar, konkretisht shkolla e Saulatie, u mësonte nxënësve të saj rregullat juridike me të cilat Imam Es-Suyuti e ka hapur veprën e tij ngjashmëritë dhe analogjitë. Me këtë lloj fragmenti titulli emërtohen shumë libra të lëndëve fetare, një prej së cilave është ky që ka shkruar Imam Suyuti. ولكن ما عدا ذلك بحسب علمي كان هذا العلم مجهولا عند كثير من طلاب العلم الشرعي لعدة قرون. Përveç këtij rasti, sipas dijenisë time,
kjo shkencë ka mbetur e panjohur për shumë studentë të dijes fetare për disa shekuj. Walakin hina أسند إلي وضع منهج لهذا العلم وتدريسه أخذت أبحث وأنقب عن المؤلفات في هذا العلم. Kur mu besua hartimi I programit mësimor dhe mësimdhënia e kësaj disipline, fillova të hulumtoj dhe të kërkoj veprat e shkruara në këtë fushë. فلم أجد من كتبه مطبوعا غير بضعة مؤلفات لأئمة من الفقهاء المتأخرين. Nuk gjeta libra të botuar për këtë shkencë përveç disa veprave të pakta të dietarëve të vonshëm të jurisprudencës islame. وكان أهم ما عثرت عليه كتاب تأسيس النظر للإمام الدبوسي مع أصول الإمام الكرخي وكتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد للحافظ أبي الفرج ابن رجب الحنبلي المعروف باسم قواعد الفقه الإسلامي، ثم كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي الشافعي وكتاب الأشباه والنظائر لابن النجيم الحنفي. Ndër veprat më të rëndësishme që gjeta ishin libri Themeli I shqyrtimit I Imam Dubusit, së bashku me parimet e Imamit El-Kherhi, libri Sistematizimi I rregullave dhe përpunimi I dobive I Hafizit Ebul Ferraj ibn Rajab el-Hambeli, I njohur si Ibn Rexhebi, I njohur me emrin Rregullat e jurisprudencës islame. Pastaj libri Ngjashmëritë dhe analogjitë I Imam Suyutit nga shkolla juridike shafiite, që u përmend më herët, si dhe libri Ngjashmëritë dhe analogjitë I Ibn Nujejmit nga shkolla juridike hanefie. Më pas, wa kitab Idah al-Masalik lil-Wansharisi al-Maliki matbu'an 'ala al-ala wa kitab al-Furuq lil-Qarrafi. Dhe libri Idah al-Masalik I autorit Wansharisi I medhhebit Maliki, I botuar me shtyp, si dhe libri El-Furuq I Qarrafit. وعثرت أيضا على شرح علي حيدر لمجلة الأحكام العدلية، حيث صدرت المجلة ب99 قاعدة فقهية. Gjithashtu hasa edhe në shpjegimin e Ali Haider për revistën e dispozitave juridike, e cila u botua me 99 rregulla juridike. وما كتبه شيخي وأستاذي الجليل مصطفى ابن أحمد الزرقاء الحلبي في كتابه العظيم المدخل الفقهي العام في الباب الثالث منه، حيث تحدث فيه عن القواعد الفقهية ونشأتها وتدوينها، وذكر بعض ما ألف فيها، وذكر قواعد المجلة مع شرح موجز لها، وأضاف إليها 31 قاعدة أخرى من قواعد المذهب الحنفي. Po ashtu hasa në atë që ka shkruar shehu dhe profesori I nderuar Mustafa ibn Ahmed Az-Zarqa El-Halabi në veprën e tij madhështore Hyrje e përgjithshme në jurisprudencë, konkretisht në kapitullin e 3 të saj, ku ai flet për rregullat juridike, për origjinën dhe kodifikimin e tyre, përmend disa nga veprat e shkruara në këtë fushë, përmend rregullat e revistës me një shpjegim të përmbledhur për to, dhe ushton atyre edhe 31 rregulla të tjera nga rregullat e medhhebit Hanefi. وعثرت أيضا على كتاب أبي سعيد الخادمي مجامع الحقائق وشرحه منافع الدقائق، حيث ختمه ب30 و100 قاعدة مرتبة ترتيبا أبجديا. Gjithashtu hasa edhe në librin e Abu Said el-Hadimit, Majami' el-Haqaiq, dhe në shpjegimin e tij Manafi' ad-Daqaiq, të cilin e ka përmbyllur me 130 rregulla të renditura sipas rendit alfabetik.
وكتاب الفوائد البهية للمفتي محمود حمزة، وكتاب غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لأحمد بن محمد الحنفي الحموي، وشرح الخاتمة أي خاتمة مجامع الحقائق لسليمان الفرق الأغاجي. واشتو librin الفرائد البهية të mëftiut Mahmud Hamzës, si dhe Ghamzu Yun al-Basair, që është shpjegimi i librit al-Ashbah wa an-Nadhair të Ahmed ibn Muhammad Hanefiut nga Hama, si dhe shpjegimin e përmbylljes, domethënë përmbylljes së librit me Gjami al-Haqaiq nga Sulejman al-Firq al-Aghaji. ومن المخطوطات الأشباه والنظائر لابن السبكي توفيق الآلة حاشية على فن من الأشباه للسنبلي زادة. Nga dorëshkrimet e al-Ashbah wa an-Nadhair i Ibn Subkit dhe Tawfiq al-Ala, një përmbledhje, një pjesë të Ashbah e Sumbul Zade. ومن خلال البحث المستمر والتنقيب الجاد في أمهات مصادر المؤلفين والمؤلفات اطلعت على أسماء أعداد كبيرة من الكتب التي اعتنت بهذا العلم تدوينا وشرحا وتمثيلا وتعليلا وتأصيلا، عدا ما انتشر من القواعد في ثنايا أبواب الفقه ومسائله. Përmes hulumtimit të vazhdueshëm dhe kërkimit serioz në burimet themelore të autorëve dhe veprave, jam njohur me emrat e një numri shumë të madh librash që janë kushtuar kësaj disipline, qoftë përmes kodifikimit, shpjegimit, shembullzimit, arsyetimit dhe themelimit teorik të saj, përveç rregullave që janë shpërndarë brenda kapitujve të jurisprudencës dhe çështjeve të saj. ولكن ما لفت نظري وشد انتباهي أن كل من ألف في القواعد الفقهية جمعا لها أو شرحا وتمثيلا إنما اعتنى بها وألف فيها في نطاق مذهبه، فكان عمله منحصرا في قواعد المذهب وقليلا ما يشير إلى قاعدة أو حكم مسألة في مذهب آخر. Megjithatë, ajo që më tërhoqi vëmendjen dhe më bëri përshtypje është se secili prej atyre që ka shkruar mbi rregullat juridike, mbi këto bazat që ne po trajtojmë, qoftë duke i përmbledhur, duke i shpjeguar apo ilustruar me shembuj, në fakt është përqendruar dhe ka shkruar për to brenda kornizës së medhhebit të vet, pra shkollës së vet të fikut që ndjek. Kështu puna e tij ka qenë kufizuar në rregullat e atij medhhebi dhe rrallëherë i referohet në ndonjë rregulli jashtë tij, ose në një çështje apo në një gjykimi që i takon një medhhebi tjetër. ولم أجد كتابا في القواعد مقارنا بين المذاهب مثل كتب الفقه المقارن غير كتاب تأسيس النظر للإمام الدبوسي. Dhe nuk kam gjetur në një libër tjetër mbi rregullat juridike që t'i krahasoj ato midis mëdhëbeve, ashtu siç bëjnë librat e fikhut krahasues, përveç librit Themelimi i shqyrtimit i Imam Dubusit. وقد استفدت من هذا الكتاب فائدة عظيمة جدا في شحذ همتي لإخراج موسوعة القواعد الفقهية الشاملة لكل القواعد في كل المذاهب ما اتفق منها وما اختلف. Nga ky libër kam përfituar një dobi shumë të madhe në forcimin e vullnetit tim për të nxjerrë një enciklopedi të rregullave juridike gjithëpërfshirëse për të gjitha rregullat në të gjitha mëdhëbet, qoftë ato për të cilat ka pajtim, qoftë ato për të cilat ka mospajtim. Kjo na tregon që autori i librit që kemi marrë në shqyrtim ka bërë një punë gjithëpërfshirëse në këtë pjesë të kësaj lënde që ne jemi duke trajtuar. Dhe si ky model dëshirojmë që t'i trajtojmë të gjitha lëndët, pra duke u bazuar në libra gjithëpërfshirës, në mënyrë që të lexosh sa më pak gjëra,
por që mbulojnë sa më shumë gjëra. Pra të lexosh sa më pak material, si të thuash, jo shumë libra të shpërndar, po ndërkohë aty të gjesh shumicën e temave ose gjërave që të duhen për kërkimet shkencore që po kryen apo dhe për njohuri apo për kulturë të përgjithshme. Kështu që rikujtojmë edhe një herë parimin që kemi pasur dhe e kemi akoma në ngritjen e kësaj biblioteke, që ne nuk dëshirojmë të marrim sa më shumë libra të jetë e mundur për çdo lëndë, por sa më pak libra që të mbulojnë sa më shumë gjëra. Dhe duke ecur me këtë parim, i bëjmë një lloj filtrimi dijes për të përgatitur dietarët e brezave të ardhshëm me njohuritë më të rëndësishme që atyre u duhen, duke qenë sa më gjithëpërfshirës dhe duke pasur informacion nga sa më shumë lëndë. E lutim Allahun që të na japi sukses në këtë gjë dhe po ashtu i kujtojmë shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. Ju përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.